Shiko, në 2030 do të shkoj çmimi diku ke 10.000 euro metër katror. Ndërkohë që seriozisht 10.500 euro. Domethënë dhe po të ishte në qendër të Shishit Skënderbej. Përshëndetje të dashur miq, jemi në episodin e radhës të In The Flow Talks, ku sigurisht tema kryesore si gjithmonë është turizmi, por turizmi si një sektor i cili nuk mund të jetë kurrësi i palidhur me pjesë të tjera të ekonomisë, është lidhur në mënyrë të ngushtë vitet e fundit edhe me një sektor tjetër që është ndërtimi, por edhe real estate. Pra, sektori i pasurive të palujtshme. Edhe është lidhur në mënyra që shpeshherë interpretohen si kundër turistike, por ka edhe, le të themi, opinione të tjera të ndryshme që e prezantojnë si një lidhje të pashmangshme për turizmin e të ardhmes në Shqipëri. Për të biseduar për këtë temë, që në fakt rezulton edhe jashtëzakonisht interesante, unë kam ftuar një mik, që e kam mik sa të ri, aq edhe të vjetër, duke qenë se është një bashkëudhëtar i Altus Marketing Solutions. Ai është Klaus Çerpja nga Moon Group tashmë. Pra jo Moon Real Estate, por Moon Group, dhe do ta shpjegojmë se pse është Moon Group. Mirë se më erdhe në studio. Faleminderit për ftesën dhe urimin për këtë rrugtim. Faleminderit, më kishe premtuar që do vije, por ti kohët e fundit je jashtëzakonisht i angazhuar, Klaus. Kam parë pak njerëz, sidomos të rinj të moshës tënde, dhe kur them të rinj nuk je djalë i ri, se je baba me 2 fëmijë tashmë. Po, por ne nga ato burr quajmë kur vdes baba, atëherë për është burr. Jo, ti je një, le të themi, je pothuajse një djalosh i cili vrapon nga mëngjesi deri në darkë, edhe me thënë të drejtën, në rrugtimin ton, sidomos të Altusit, kam parë shumë pak deri tani djem të me këtë energjinë tënde, edhe të përgëzoj për këtë. Faleminderit. Si duket kjo është edhe arsyeja që ti tashmë ke marrë disa kunguj të ndryshëm në sqetull, përveç Moon Real Estate. Të them drejtën, çështja e suksesit kjo është puna. Po, kjo është shumë e vërtetë, këtë gjë e provojmë edhe vetë në fakt në rrugtimin ton, sepse edhe ne shpeshherë kemi bërë tentativa për aventura, që do të thotë për të provuar sektor të ndryshëm brenda një sektori të madh siç është turizmi ose marketingu. Megjithatë, unë dua që fillimisht përpara se të pyes pak për kurreshtje personale, se çfarë po bën ti me hënën tënde, pra me Moonin tënd, si e shikon ti lidhjen tashmë të ngushtë mes real estate-it dhe turizmit, pra pronave të patundshme dhe turizmit që në fundit është një shërbim. Përveç se lidhje, unë do të thojë që është e njëjta gjë. Në momentin që ne nuk kemi turizëm, nuk kemi asgjë reale prone. Në moment që ne nuk kemi një turizëm shumë serioz, edhe zhvillimet tona në real estate do të jenë po aq të bardha gjithkohës, pjesën po pas në sektorin e ndërtimit të gjithkohës të bardha. Fati i mirë është Shqipëria tani në momentin është në fazën e parë të saj që është në evolim, si më thënë. Edhe jo më larg se dje isha me disa investitorë që po merren gati një projekt në jug, super gjigant, 66.000 metër katror, sipërfaqe toke ku do të ndërtohet gjithë ai resort. Resort apo rezidencë plus hotel, pra real estate plus turizëm. Ku them resort janë përfshirë shumë. Resort, hoteli, rezidenca, marina. Ekosistem. Po, pak a shumë, një ekosistem turistik. Ekosistem. Fliste që pasi ne kemi mbyllur dhe një bashkëpunim me partnerin tanë Italian Professione Casën, ku tashmë kemi 253 italianë në Spanjë dhe ishte pjesa e marketingut që ne do të bëjmë në pjesën e shitjeve jashtë Shqipërisë. Do të fillojmë çmimi nga 10.500 euro metër katror. Domethënë këtë gjë kur bisedoj para pak kohësh me disa nga miqtë e mi, flisim që shikoj në 2030 do të shkojë çmimi diku ke 10.000 euro metër katror. Ndërkohë që seriozisht 10.500 euro. Domethënë dhe po të ishte në qendër të Shishit Skënderbej. Kush i blen? Investitorët të huaj janë kryesisht. Çmimet realisht nuk janë të përballueshme për Shqipërinë.
Çfarë do të thotë kjo për tregun ton, Klaus? Domethënë, ku bazohet ky çmim 10.500 euro metri katror? Domethënë, çfarë ka brenda ky çmim? Çfarë ka brenda realisht? Çfarë kostoje ka brenda realisht një çmim 10.500 euro metri katror, që është një çmenduri. Besoj se është një çmenduri edhe për New Yorkun, jo vetëm për Shqipërinë. Jo, s'po ta them çmenduri. Ke në Malëzi, fillon në resortin Malëzi, duke filluar nga 8.000, 10.000, 12.000 dhe 15.000 metri katror. Ka sot tani Bregdetin e Malëzi me Bregdetin ton jemi më mirë. Me sa di unë, me sa unë e njoh Shqipërinë, jemi më bukur. Po. Për pjesën e zhvillimit është aty të ofron shumë gjëra, sepse në radhë parë është prestigji, është cilësia ndërtimit që çdo ditë po evolon dhe po bën më mirë, sigurisht. Brandet, hotelërit që janë brande tani. Në jug tani shumë pak mund të kesh hotele si më thon familjare, tani gjithë po krijojnë brandet e tyre. Dhe kjo është një zhvillim shumë i madh që jep një akses akoma më tepër rritjes së vlerës pronës. Nëse këtë nuk e themi dot që shumica e atyre që po investojnë janë brende, sigurisht ka numri i brendeve në Shqipëri, por rritet në mënyrë të ndjeshme dhe sigurisht është një domosdoshmëri e tregut, por më beso se unë le të themi që tregun e turizmit dhe terrenin e njoh shumë mirë dhe ka edhe shumë investime që janë vërtet familjare, pra kryesisht familjare, hotele me 50-60 dhoma që për shembull Saranda, që terreni i saj kodrinor ndoshta nuk lejon që të ndërtohen në resorte të kategorive të mëdha, por hotele të tilla në formë pallatesh që duhet thënë me keqardhje që janë edhe të shëmtuara nga ana arkitektonike. Domethënë nuk investon askush në arkitekturë të vërtetë që të ndërtojë një shumë pak me kokra. Ka ndërtime që janë bukura që ti shikon syri me kënaqësi dhe edhe ky është një realitet i qelësishëm. Kjo është ajo çka po them që sepse vlera e pronës nga aty nis, nga shërbimi dhe po bëjmë një krahasim, nëse ne ikim tek një marin, do bëjmë një vlerë aty, vlera është komplet ndryshe se sa edhe sikur bjesë vetëm një hotel një pra shtojnë shtrejt se janë edhe të bukura, po thua, pra janë edhe të bukura, edhe cilësore, edhe ofrojnë shumë shërbime, edhe kanë vendin, pra vendi është shumë faktorë që të ndikojnë tek kjo gjë dhe shumica ndikimi që ne po shikojmë tek kompania jonë është domethënë me partnerët tanë, ata po kërkojnë apartamente ose po kërkojnë vila për blerje, jo për fjetje. Po për këtim investime. Për shitje, për dhënie me qira ditore, ose afat shkurt. Kush e rrit edhe turizmin në Shqipëri. Mendoj që turizmi në Shqipëri është në rritje. Shqipëria tani për momentin bum. Mendoj që me marketingun jemi mirë. Po. Që është e vërtetë, me investime poshtu. Por është në fazë ngjitse. Probleme në pjesën e infrastrukturës. Realisht për qenë sinqert kemi probleme në infrastrukturën dhe është çet sigurisor ku sigurisht po vihet dorë, por ka nevojë për akoma më shumë. Ju si Moon Real Estate për Moon Group keni hyrë tani në bashkëpunim me kompaninë italiane Professione Casa. Pse e bëre ti këtë martesë, këtë bashkim? E ndihet nevojshme, nuk e dominoje dot tregun vetëm, apo sepse kërkon të shtrihesh jashtë Shqipërisë? Që në momentin ku unë kam ndërtuar një plan biznesi, kam ndërtuar si një franchise, sigurisht do fillonte në rrjetet në Shqipëri dhe do udhëzironte për në rajon dhe pastaj në Europë. Domethënë pjesa e daljes Munit në Europë ishte parashikuar brenda 5 deri 7 viteve. Çdo gjë me hapet e tyre, pasi do më krijon në rrënjët në Shqipëri dhe më tej dilem jashtë. Pa rrënjë kthehesh i kputur tjetër. Erdhi një ndoshta ishte edhe koha dhe momenti i dur, por për vetë faktin që Shqipëria është në zhvillim me sipër, për t'i dhënë një akses kërkesa shumë e lartë nga të huaj, për t'i dhënë një akses akoma më lart edhe emrit ton ndërkombëtar, por gjithashtu edhe për të marrë edhe investitorë drejt për të marrë vetëm zyra jon. Ky ishte një partneritet që është i dëshiruar. Po patjetër për është reciprok, se fund ditës po bëjmë biznes. Përpos se çka për mirë po bëjmë biznes. Dhe të përçon çfarë po ndërtojmë. Po ndërtojmë një brand që të jetë i suksesshëm. Si mund të jetë i suksesshëm? Jo, sigurisht me një partner që ka mbi 40 vite në treg, njihet ndërkombëtarisht,
dhe 250 zyra partnerë në Itali dhe në Spanjë. Nuk Do është të thotë që është serioze. Duket si pyetje retorike, por unë gjithsesi dua të ta bëj. Si e shikon ti blerjen e pronave të paluajtshme tonat nga të huajt? E shikon si një invazion, pra një pushtim, po themi? Apo e shikon si një gjë pozitive që ndodh edhe me shqiptarët jashtë, edhe shqiptarët blejnë jashtë? Patjetër që edhe shqiptarët blejnë jashtë. Kryesisht shqiptarët janë fokusuar në zonën e Dubait që po blejnë. Por ne na intereson Shqipëria, pra ti si e shikon këtë? Unë e shikoj si një gjë shumë të mirë, për vetë paktën sepse vendi jep zhvillim. Patjetër. Ofron ndoshta Klausi nuk di të japë një shërbim, por dikush nga jashtë që ka një eksperiencë shumë më të madhe në pjesë menaxhimi vjen dhe sjell një shërbim shumë elitar, shumë të mirë, shumë profesionist. Domethënë për çdo gjë unë e fus tek pjesa e pozitivitetit, se në fund ditës gjithë këto ndërtime nuk mund të bëjmë vetëm ne shqiptarët. Patjetër që do të ketë dhe tuaj. Dhe tuaj kryesisht tani zonën e Durrësit, pothuajse e ka pushtuar investitor polak. Italian po ashtu. Vlora do të jetë bumi më i madh. Jo për vetë faktin sepse ka patjetër shumë facilitete, pjesa aeroporti që prit përfundoi, pjesa projektit që është një perl, Sazani që kanë filluar çmimin që tani duke shitur apartamentet me pamje nga Trumpi, domethënë ka edhe abuzime. Se ka edhe kështu, ë? Domethënë që tani kanë filluar të shiten me pamje nga Ivanka. Patjetër që ka edhe abuzime. Se restoranti Ivanka ishte hapur në Zvërnec, më duket. Një gjë e vogël. Por është gjë e mirë sepse edhe vendi zhvillohet. Në fund ditës zhvillohet vendi dhe resortet nuk janë bosh gjithë kohës, plus kësaj po ta krahasoj me vendet e tjera që besoj Shqipëria tani për momentin është 10-15 vite që ka qenë Kroacia, para 15 vite që ka qenë Kroacia. Pra ne jemi Kroacia e përpara 15 viteve, po thua. Mendoj. Tani edhe një pyetje tjetër që e mundon shumë tregun e imobiliar ose tregun e pasurive të patundshme. Atë fluckën e famshme po presim. Nga mënyra se si reagove ti e kuptova që nuk do kemi fluck, po megjithatë prap unë thash çfarë perceptohet lehtësisht ose me hamendje në treg është një gjë dhe çfarë flet një le të themi një biznesmen i cili merret me këtë gjë dhe e ka në përkishta gjithë ditën. Flitet shpesh për fluckën e rënjes së çmimeve sepse nuk dihet nëse po rriten realisht apo artificialisht çmimet në tregun imobiliar. Do kemi ndonjëherë fluck? Do kemi ndonjëherë fluck. Domethënë do plasi kjo flucka dhe do bien çmimet në mënyrë drastike apo jo? Mbi 6 vite që gjejte të ketë fluck. Tani nëse parashikon fluckën, do parashikosh 1 vjeçare, 2 vjeçare. Nuk mund ta parashikojmë çfarë do të ndodhi pas 30 viteve. Ose edhe pas 10. Po që të ketë një fluck, sigurisht do dhe një analizë. Sektori i ndërtimit do të jetë i bazuar 100% tek bankat. Dhe në moment që nuk ka as kërkesa, sigurisht që ato prona nuk përshiten dhe realisht të ketë fluck. Por kur sektori i ndërtimit nuk është i fokusuar 100% tek bankat dhe janë investitorët e huaj që ndërtojnë pa ndihmën e bankave, sigurisht që kanë ndihmësa të vogla, por janë përballueshme dhe kërkesa është e lartë. Është gjithçka, kërkesë ofertë, nëse ka kërkesë. Sigurisht që të japësh një ofertë dhe do kesh shitje. Por çfarë më fal, po pse do të binë çmimet? M'jep një arsye pse do të binë. Nëse ka kërkesë, pse do të binë çmimet? Sigurisht ku ka kërkesë, pse do të binë çmimet? A janë të përballueshme për të gjithë në Shqipëri? Po sigurisht që jo. Po si në çdo vend botës. Po në Angli kemi zona, po mund të kesh në çdo zonë, në Itali me zona. Ku ta diun në çdo vend të Europës. Mirë, por ama në Shqipëri është bërë tashmë edhe, për shembull, ku diun, po them, Astiri, Fresku, këto Paskuqani ose këto zonat periferia e Tiranës si Shkodrës për Elbasan. E kam fjalën që edhe këto që konsiderohen si zona më të lira, tashmë nuk janë më aq të lira dhe nuk janë më të përballueshme as për familjet e thjeshta që punojnë, familjet me të ardhura mesatare, për shkak që mund të marrin një kredi. Patjetër. Ndikimi i parë në çmim janë
taksat tek ndërtuesi. 12% nuk janë pak. Po. Dhe ai 12% që në fund ditës ndërtuesit do t'ja hedhë klausit, do t'ja hedhë blerësit. Qartë. Ai do ta paguajë edhe 12%. A mund të themi mes nesh që këtu janë edhe taksat e tjera të pashkruara që do jepen në dorë patjetër, sepse nuk e merr dot kaq kollaj leje në ndërtimit, apo mos t'i futemi këtyre? Mos na gata. Sepse sigurisht që çmimet e apartamenteve sot për le të themi për një çift të ri i cili aspiron të jetojë në Shqipëri, domethënë do ta ndërtojë jetën e tij në Shqipëri dhe nuk ka dëshirë që të jetojë gjithë jetën me qira. Nuk janë më aq të përballueshme. Nuk janë. Por edhe po pritën nuk do të jenë akoma. Pra do vazhdojnë të rriten, po thua. Çmimet do vazhdojnë të rriten. Patjetër që do të ketë rritje. Tirana, mendoj që Tirana do dhe pa kohë të shkojnë në tavanin e dur. Mendoj që brenda 5 viteve ne nuk kemi për ta njohur më Tiranë, domethënë. Unë jam lindë rreth Tiranës, po. Nuk kam më gjurmë të Tiranës. Nuk për shofasi gjurmë. Dhe dita ditës, domethënë, përpos disa leve ndërtimit për disa kulla që është dhënë dhe pritet të miraton dhe disa tjera që janë pasur për pjesë bardhje. Do jetë një ndryshim, sidomos bulevardi i ri do të jenë një nga ndryshimet më të mëdha. Bulevardi i ri dhe zona e re e Astirit që është Astiri tani. Zona e re e Astirit apo kanë filluar komplekset. Astiri është bërë një slang ose një toponim popullor që në fakt është habitshme se si, sepse ajo është rruga Teodor Keko, rruga Aleksandri Ma, bulevardi Migjenika. Astiri për një dyqan bojrash, domethënë ti vësh emrin një lagje të tërë që sot po shkon afërsisht 200.000 banor, domethënë me shifra informale. Megjithatë, më patë thënë kur kemi biseduar në fillim për Munin që atje po ndërtohet një rezidencë me 37 kulla apo ishte gabim numri? Jo, janë 15 kulla, 15 pallate dhe 2 kulla. Domethënë 15 pallate me katër të larta, të ndryshme deri në 11, 12 kate, 2 kulla shumë të larta. 2 kulla 19 dhe 24 kate. Në Astir. Domethënë te pse ne kemi bërë para një viti. Po, e kemi bërë para një viti, po. Në fund të janarit filluan punë. Filluan punë se pa. Domethënë që më pasën që ishte. Tani që futemi në Tiranë nga pjesa e Casa Italia, shikojmë që ata kanë dhënë garë. Ajo është një rrethuar zonë. Për 360.000 metra ndërtim, është 20.000 metra park. Po. Është konceptuar si një qytet në vete. Janë mbi 10.000 apartamente. Shiko, unë e di që nuk je ti personi i dur që duhet më kthesh të pyetje, pra nuk që duhet ja bëj këtë pyetje, por a nuk të bën përshtypje që numri i madh i ndërtimeve, numri i kateve, sasia, po themi, e betonit që hidhet për të ndërtuar, është krejtësisht në proporcion të zhdrejt me gjelbërimit. Domethënë, unë personalisht mendova që pas atyre pallateve që është një urban gate, do lihej një hapësirë për të bërë minimalisht një park për banorët e atyre zonave atje, të mbillet 10 pemë dhe pastaj le të vazhdohet me bloqet e tjera të ndërtimeve, le të shkojnë deri në Mëzez, por ama të lihen ca njolla gjelbrimi ku të ndërtohen të mbillet 5 pemë. Në si e shikon ti personalisht? Ndërtimi ka një intensitet për të ndërtuar dhe ka një koeficient shfrytëzimi të territorit për të ndërtuar. Domethënë nga 100% që i saj i jepet 50, 45, 60, 70% e hapësirës për ta shfrytëzuar dhe pjesa tjetër konceptohet për luleshtë çaprin. Që nuk e lë. Jo, e lë. Apo e lë. E kanë të detyrueshme të lënë. Domethënë kjo rezidencë që ne po diskutojmë ka 20.000 metra park. Po ku do jetë ky parku? Apo aty brenda? Jo, është në fund, është gjithë në fund. Në fund. Po. Domethënë po mirë. Është buz rrugë, domethënë vazhdon kullat dhe pallatet, pas tyre ka është gjithë gjelbrime. Por gjithsesi edhe brenda komplekseve është të detyrueshme se do të zbatosh lejen. Është e detyrueshme. Nëse unë jam pak skeptike me thënë drejtën, sepse shikoj që ka shumë pak ose këtu pastaj nuk e ka më fajin privati, po e ka shteti, që në mes të këtyre uve ose ove, pra që janë të rezidencat e mbyllura me obor të brendshëm që të luajnë fëmijët, fillojnë ndërtohen korpulla bokla lokale, zhvije karrike, shtrohet me beton, nuk mbillet gjelbrim. Megjithatë,
Jam pak skeptike por shpresoj që Shqipëria po ndryshon shumë dhe sigurisht që do thuash ti edhe New Yorku dhe Manhattan ashtu është, domethënë ka ndërtesat në një anë dhe parkun nga krahu tjetër, po. Se di, ndoshta jam vërtet më shumë skeptike se ç'duhet, por mendoj që duke parë fëmijë të vegjël që lozin mbi beton ose nuk kanë fare se ku të lozin, mendoj që është një skepticizëm i drejtë. Ti ke fëmijë të vegjël dhe nesër pas nesër do doje pra që ti rrisje në hapësira me gjelprime dhe jo në për kështu. Shikoj, nuk është vetëm pjesa e punës ne çka bëjmë se fund ditës nëse do vuaj një plerës do vuaj edhe unë. Që jam e shitës se do më ndikoj 3/3 dhe mua tek në cilësinë e jetës, po. Tani unë dua të pyes ty për diçka që nuk ka lidhje të drejtë për drejtë me turizmin ose me real estate-in, por duke u kthyer tek fillimi i bisedës që ti je ai kameleoni që edhe pse mbi ngjyrat verdhe zi të munit po përpiqesh të ndërtosh shumë brande ose shumë marka, një prej këtyrave është edhe Moonex, që është një platformë e-commerce më e reja në Shqipëri ose ndër më të rejat, se duhet jemi le të themi realiste, të themi që tregu në Shqipëri sot është në evolim të vazhdueshëm, pra është në zhvillim të vazhdueshëm, dhe konkurenca gjithashtu nuk është e vogël. Kjo tregon që shkalla e aftësisë duhet të jetë shumë herë më e madhe për të përballuar konkurencën, për ta kaluar atë pse jo, edhe për të sjellë në treg një produkt i cili është i shitshëm. Më fol pak për këtë platformën Amazonin e ri shqiptar. Moonexi erdhi nga një studim që ne po bënim për të ndërtuar një biznes brenda Moon Grupit. Dhe hapësira e parë që ishte ka disa opsione të mundshme ishte Moonexi. Platforma Moonexi. Nisi që në maj, pasi mbaruam studimin të planit biznesit, vazhdoi punën në qershor dhe ka qershor deri në fund të nëntorit ka qenë vetëm pjesa e ndërtimit platformës dhe aplikacioneve. Ishte punë shumë e madhe, është konceptuar si realisht një Amazon shqiptar, por startimi do të jetë Shqipëria. Dhe realisht tani për momentin startimi është Shqipëria. Është menduar që vitin tjetër, besoj nga mesi i vitit tjetër, ne do dalim edhe në Kosovë. Pasi në studimin e tregut ne pam një çudi shumë të madhe, pasi në Shqipëri me aq statistika sa ne kemi arritur të marrim se edhe 100% janë statistikat reale. Dhe kjo është një gjë të ardhur keq në Shqipëri. Blerjet online në Shqipëri ishin në rreth $600 milion në vit. Në Kosovë ishin $970 milion. Kosova është më mirë se ne me teknologji. Shumë më mirë. Me blerjet online ishte shumë më mirë. Dhe u mendua një dyqan ku të gjithë dyqanet tjera që nuk kanë një website, që nuk kanë punojnë vetëm realisht shumica në Shqipëri se ne po prekim herë. Punojnë me faqe Instagram. Vetëm me faqen Instagramit. Ku ka që më të mirë që një artikull që ti e ke në Tiranë tash është edhe në Kuçov. Sigurisht gjesh një blerë dhe në Kuçov. Edhe u ndërtuaj gjithë kjo gjëja. Konkurenca për fat të mirë shoqë që ekziston, sepse edhe vetë bën që të cilësh dhe ti çdo ditë më të mirën e saj. Ka shumë punë, patjetër, por është një platformë duke nisur që nga ndërtimi i saj, që është ndërtuar me Next, janë gjuhë liberi të JavaScript të Instagramit dhe Facebook, që janë kompani shumë të mëdha. Është një platformë, është investim shumë i madh. Shumë i madh, për t'i dhënë një aksesueshmëri sa më të mirë çdo dyqani që futet në të, me pjesën e shërbimit postës, me pagesat online, me pjesë të pagesave five, çdo gjë tjetër që jemi shumë fleksibil tek kjo gjë. Duam sa më shumë çka Flora. Nëse ne kemi rreth $600 milion blerje, nga këto zërin më të madh e zente një kompani e huaj që operon në Shqipëri me dërgesat e saj. Sikur bizneseve ose sikur Shqipërisë, bizneseve në Shqipëri ti kthejmë $50 milion. A nuk është më mirë? Patjetër që është më mirë. Kjo ka qenë gjithë ideja, domethënë të startojmë. Shikoj, dikur do të vendosë një gur, ndoshta Klausi do jetë nesër, do jetë dikush tjetër pas Klausit, po të vendosë një gur. Nuk
rrota shpikur, më kemi çfarë shpikim tjetër. Ideja është marrë më të mirë dhe ti bashkim gjithë. Shiko, mbi këtë ide edhe ne kemi ngritur një platformë e-commerce që është Made in Albania.shop. Edhe vetëm se ajo është shumë specifike, që do të thotë nuk pretendojmë kurse si që të jetë masive, nuk e ka tregun e blerjes në Shqipëri, e ka kryesisht jashtë, pra ne jemi përpjekur aty që t'i ofrojmë të huajve produktin lokal shqiptar, mundësisht origjinal, që do të thotë jo atë që vjen nga Kina apo nga Turqia, dhe në fakt nuk është se vërtet, domethënë nuk është se bën ndonjë shitje wow, por e shikojmë që ka vazhdimisht kërkesa dhe jemi përpjekur të orientojmë produktin dhe shitësit e vegjël që janë brenda tek kërkesa e turistit. Çfarë kërkon turisti më shumë? Kërkon shumë pije alkolike të tipit konjakrat shqiptar ose këto dhe rakirat shqiptare, verrat gjithashtu, por që për fat keq nuk eksportohen dot, domethënë nuk dërgohen dot, nuk bëhen dot dërgesa sepse është një pije që e ka akciza, nuk çdoganohet dot e në radhë, ka disa probleme teknike të cilat për mua janë gabuara, por me sa jemi informuar, është Europa që nuk na lejon. Pra duke qenë se si jemi në Bashkimin Evropian dhe prandaj ndodh kjo, dua të them që ka vazhdimisht përpjekje për të krijuar një platformë e-commerce. Dhe mendoj që ka ardhur, ka ardhur. Shiko, investimet më të mëdha të pjesës ndërgjegjësimit është ai investimi më i madh, pjesa për të ndërgjegjësuar njerëz për të blerë online. Që të hapin dyqanin e tyre brenda në platformë. Patjetër, por edhe për blerësin, sepse kanë ndikuar ndoshta pozitivisht dhe negativisht faqet e huaja ose kompanitë e huaja që kanë operuar në Shqipëri. Ti mund të shikosh një produkt që në foto ti e shikon shumë të madh, ndërkohë që kur të vjen ti thua, wow, çfarë është? Te kam blerë realisht. Pjesa e bizneseve që futen në Shqipëri, ne po bashkëpunojmë vetëm me brendet. Kryesisht po marrim brendet, kanë akses të gjithë edhe të tjerë, por brendet janë ato që kanë edhe pjesën ne na intereson më shumë shumica, pjesa e sasisë që ato kanë. Që nesër mos të mbetet platforma, dhe mos kesh stop. Brendet na mundsojnë këtë gjë. Dhe pa tyre ne kemi zatuar shumë mirë, kemi marrë disa brende shumë të mëdha. Brenda 2 javë dalën të 2 aplikacione, që kanë qenë disa burgatësia të iOS dhe Android. Edhe të Android. Pjesën e tyre. Do jetë një marketingu është gjëja më e madhe që duhet të dalësh fuqishëm me marketingun që të patjetër. I kemi menduar dhe këto derisa të bëhet i përdorshëm vetë që njerëzit mos kenë më nevojë që ti bësh marketing sepse sot Amazon besoj nuk bën marketing. Dhe më që rafja. Ndërkohë ne bëjmë po flas për Monex, ndërkohë po bëj marketing në Amazon. Okej, konceptimi sigurisht shumë drejtë është punuar për këtë gjë, po duhet tim edhe diçka që mbi 12-13 vite, unë kam studiuar shumë Amazonin. Ka qenë vetëm me humbje. Domethënë ka qenë më shumë. Tani këtu dua të dalun, kështu që mos ma diq pyetjen. Meqense ishim duke folur dhe është e pashmangshme që të flasësh për Amazonin, ndërkohë që je duke folur pra për shitjet online. Kur lindi Amazon si brand, si ide, ai që kishte iden i tha investitorit, që unë tani nuk e di kush është Jeff Bezos është i Amazonit? Jeff Bezos është ideatori i Amazonit apo investitori i tij? Është themeluesi. Është themeluesi. Themeluesi, pra Jeff Bezos i tha investitorit të tij, atij që do hidhte parat për ta zgjeruar platformën, që shiko, ne kemi një ide, por për të marrë të ardhura, për të përfituar të ardhura të mjaftueshme nga kjo ide, mund të kalojnë edhe 10 deri në 20 vjet. Je i përgatitur që të investosh dhe ti marrësh këto para pas 20 vjetësh, pra këtë investim ta marrësh pas 20 vjetësh, dhe ai boti tha që po, jam i përgatitur dhe jemi këtu ku jemi sot. Po ju shpresoni historinë e kësaj gjë, sepse mund të jetë edhe nisi me libra dhe me lekët e fundit të mamas ti, ai bëre dhe bumin pastaj pasi Amazoni ka qenë një platformë që u trajton ushisin vetëm libra. Pastaj u bërë një gamë madhe me ndikimin e investitorëve të tjerë, patjetër erdhën drejtë më të mira. Po ju jeni përgatitur për këtë gjë, pra që investimi do jetë shumë i madh dhe ndoshta kthimi i investimit do bëhet. Kthimi i investimit tonë është 18 deri 24 muaj. 18 deri 24 muaj. Pra jo 13 vjet, jo 15, jo 20. Atëherë me kismet
t'jemi mirë me shëndet pas 24 muajsh. Dhe nëse unë do jem akoma duke e bërë in the flow, që shpresoj që po. Ne do jemi prap në studio, ndoshta në një studio më të bukur, më të madhe, por i mirë jemi dhe ku jemi. Do të pyes pastaj nëse keni filluar që të keni pra të merrni fitimet e para nga këto dhe do më qerasësh. Patjetër, me kënaqësi. Sepse të kthesh një investim kaq shpejt, do të thotë që të kesh një ambicie shumë të madhe, sidomos për një platformë e-komerci që dihet shumë mirë se sa të larta i ka shpenzimet. Por e kamera unë nuk më ta tregoj. Se do të tregosh sekret profesional, pastaj sigurisht edhe unë nuk do ta nxjerr sekretin, ti je i bindur. Mund të flasim për shumë gjëra të tjera. Unë në fakt do doja edhe 2-3 përshtypje të tua personale, sepse shiko, pas çdo biznesi të suksesshëm dhe unë munin e quaj një grup të suksesshëm tashmë, sepse ti erdhe që në fillim, do thonë mund është një kompani e re, agjenci, real estate, por ti je një djalosh është mund grup, janë 5 kompani dhe në qershor presim të hapim të 6. Do hapim edhe një mund të ri. Po, që është? Okej, mos ma thuaj. Do qershor. Do bisedoj prapë. Jo, doja të thoja që pas çdo biznesi të suksesshëm sigurisht që qëndron njeriu dhe unë nuk e harroj kur kemi biseduar shpeshherë bashkë në këto takimet tona që kemi pasur bashkëpunimi i mun me Altus Marketing, që unë kam filluar të shes çfarë quhen këto? Aromatizues makine në semafor. Ndoshta biznesmenët e suksesshëm, pra njerëzit e suksesshëm biznesi tregojnë këto histori si krenari për të treguar që ku isha dhe ku kam mbritur sot. Por kjo është një histori e vërtetë jote, apo jo? Jo histori, kjo është për të bërë film. Realisht unë nuk vi nga një familje e pasur, vi nga një familje normale, me një baba oficer policie. Si të gjitha familjet shqiptare. Mama është shtëpiake, edhe ne jemi 2 fëmijë, 2 vëllezër, sigurisht me një rrogë çfarë mund të bësh, dhe isha si djali më i madh ishte detyruar për të qenë një dorë e shtëpisë. Edhe nuk është se nisi nga dëshira, jo. E qartë. Askush nuk e bën atë punë me dëshirë, po. Po pastaj ti aty kuptove që kishe nuhatje për biznes, domethënë ti kishe aftësi për të shitur. Që është shumë e rëndësishme. Po, nisi si thash jo nga dëshira, por mu bë pjesë e jetës kjo gjë, pjesa e shitjes, domethënë nga një shitje jo profesioniste, po shkoj drejt një kompania shumë ke shkuar, besoj ke shkuar tashmë sot. S'dua, nuk jam shumë modest, Jo, mirë bën që je modest, sepse modestia të mban me këmbë tokë, përveç faktit që ti sot je një biznes, le të themi, ti je një pjesë e tregut shqiptar, edhe patjetër që ke meritën tënde, e rëndësishme është mbi të gjitha që ti e ke ndërtuar këtë gjë në mënyrë të ndershme, sepse në qoftë se ti arrin ta identifikosh rrugtimin tënd qysh nga zeroja, pra nga A-ja deri sot ku je, ti mund të hapësh jo 7 lloje biznesesh brenda një grupi, por edhe 17 për të duash. Realisht kam pas shumë oferta nga shumë persona, shumë investitorë, dhe për të bërë pjesë disa nga kompanive, sidomos tek Monix dhe platformën si të makinave aplikacione nga Albania. Palën real estate, se real estate unë nuk duhet përfshi asnjë dhe kam... është e jotja e ke ndërtuar vetë, po. Të gjitha unë vetë kam ndërtuar, por deri tani nuk kam dashur edhe investitorë duke pas parasysh që kur të bëj një investitor unë do ta bëj ashtu si dua unë ti edhe jo si është ai. Ka disa kritere dhe jo mjafton që ti ke një pjesë të parave dhe hajde të po bëjmë një pjesë e kësaj gjëje. Me mua nuk funksionon kjo gjë. Gjithë e kanë qef lekun për përpos kësaj është pasioni që unë çdo gjë që po bëj me pasion dhe përpos kësaj po ndërthur një kompani që po lidh çdo kompani që të funksionojë në harmoni me njëra tjetrën. Qartë. Secili nga këto të japë një dorë kompanive në fjalë. E qartë. Shiko, unë nuk e kuptoj asnjëherë se si shkon koha, si mbaron minutazhi.
Dhe deri më sot nuk e kam respektuar asnjëherë 30 minutshin që I kisha vënë si qëllim vetes për të bërë një episod të In The Flow. E jam e bindur që ka kaluar shumë, gocat po bëjnë me shenjë, po, duhet jetë 45 ndoshta, por ishin minuta që ja vletën plotësisht, unë kam shumë kënaqësi që bisedoj me dje me vajza që e duan punën e tyre, e bëjnë me pasion edhe pavarësisht tregut shumë të vështirë shqiptar, I cili shpeshherë nuk ka rregulla loje, ata ja dalin edhe janë edhe të suksesshëm. Të uroj shumë sukses, të falenderoj që erdhe dhe të pres prapë. Shumë faleminderit dhe sukses të mëtejshme. Shumë faleminderit. Faleminderit. Të dashur miq, ky ishte fundi I këtij episodi, ne do të rishihemi sigurisht në episodin e radhës In The Flow. Ju presim.